Po flasim për arkivat në mënyrë veçantë të policisë serbe dhe ish ushtrisë jugoslave dhe në kuadër takimeve dialoguese po flasim këtë rast për dhënës apo kërkesa nga ana jonë, që në rastin e kërkesës nga kryetari i delegacionit për çështje për shembull në arkivin e brigadës motorizuar 37 që ka qenë përgjegjëse për krimet e përmasave gjenocidale në regionin e Drenicës dhe pikërisht përgjegjësia e kësaj brigade vjen nga baza e saj që ka pas në regionin e Rashkës, ku janë gjetë dy varre masive për lokacionin e Rudnicës dhe lokacionin në Kizhevak. Dhe në kohën kur ne ishim duke punuar në lokacionin në Rudnicë, për gjatë zhvarrimit të mbetjes mortore të viktimave të 54 viktima të luftës, kryesisht viktimat masakrës së Rrezallës, që ato zgjetër Zabelit Tult dhe Gllana-Sellës. Gjatë kohës se ishim në këtë proces gërmimi, këtë proces zhvarrimi, udhëtesë i ushtrisë së Serbisë, pra vitin 2014 ishte pikërisht generali Ljubisha Diković, që ka qenë komandant i brigadës motorizuar 37. Dhe në kohën kur ne pastaj presnim që të fillojmë sa më parë me gërmimin në Kizhevak, me zhvarrimet në Rudnicë, konfirmuan edhe identifikimin e 36 në fakt 29 viktimave të masakrës së Rrezallës. Megjithatë masakra e Rrezallës në listën e personave dukur kishte edhe 36 viktima, pra ishin 7 persona për fatin dhe vendodhen për vendodhen cilë nuk dihet. Dhe ne presim pikërisht që pas përfundimit të gërmimeve në Rudnicë kemi lokacionin e ri dhe pikërisht në atë kohë për shembull institucionet e Serbisë, qeveria e Serbisë që udhëheqej nga Aleksandar Vučić, vend që të vënë dispozicion të këtij tipit të dhënë nga arkivat e brigadës motorizuar 37. Ata riklasifikuan pikërisht këtë arkiv për të krijuar ose për të pamundsuar çastin këtë arkiv mbi bazën e cilës pastaj ne do të montojmë statutin. Saktësisht, po flasim për arkivën e ushtrisë jugoslave, për brigadat specifike, e deri te arkiva e komandës për bashkë ka funksionuar nga marsi 99 që ka qenë udhëhequr nga presidenti i Jugosllavisë, presidenti i Jugosllavisë, pjesë të cilës kanë qenë krerët më të lartë të institucionit të Serbisë, gjithsesi përgjegjës për krimet e përmasave gjenocidale. Po dhe nëse shkojmë lokacionet cilat janë hapur deri më tani ose janë trajtuar ose janë konfirmuar si varre masive në territorin e Serbisë, si në rastin e Batanicës apo në rastin e Petrovosellës, atë pashmangshëm të gjithsesi e ndërlidh të nivelin më të lartë kuptimin e krerëve institucionale ose përgjegjësisë institucionale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të Ministrisë Mbrojtjes dhe institucioneve tjera të sigurisë përgjegjëse po tam prapë për gjenocidin e kryer gjatë luftës në Kosovë. Dhe kam një pyetje në fund, zotëra, kjo çështje është diskutuar shumë në Bruksel, të trajtohet, ishte marrëveshje të trajtohet edhe me urgjencë çështje humanitare. A ka trajtuar Serbia ndonjëherë si çështje humanitare, çështjen e të zhdukur? Jo, përkundrazi Serbia gjithmonë ka vazhduar me këtë çështje politizuese. Pra, ajo që është trajtuar si çështje, them, me natyrës urgjente, prioritare ose imediate për të adresuar, kanë qenë pikërisht kërkesat e institucioneve të Republikës Kosovës dhe pashmangshëm mbi gjitha kërkesat e vet familjes dhe familjarë të personave të dukur. Megjithatë, e thash e përsërita disa sot në vazhdimsi që është fatkeqësisht që çështja politizuese e Serbisë, të cilën po krijon ose po pamundson që të kemi më shumë progres, nëse është fjala duhur për përdorur shumë kujdes në raport me familjet, por që të kemi më shumë rezultate në këtë proces. Përkundër marrëveshjeve të arritura